Sulmi sistematik ndaj bizneseve shqiptare nga persona të ndryshëm duke përdorur review negative ka qenë i orkestruar. Burime nga grupi i hetimit bëjmë në dije për Vision Plus se këta persona kanë funksionuar në grup duke koordinuar me njëri tjetrin për sulmet masive në rrjetet sociale të bizneseve në fjalë. Deri më tani janë 15 biznese që kanë bërë kallëzim pranë zyres së krimit kibernetik. Ata kanë treguar se në mënyrë të paprecedent janë sulmuar me komente negative duke u ulur yjet e vlerësimit në platformën Google, çka ka ndikuar drejt për drejt në imazhin e bizneseve, sidomos tek turistët e huaj që kanë zgjedhur Shqipërinë për pushtimet. Policia ka analizuar grupet e komunikimit të këtyre personave, të cilët tregojnë pikërisht se pasi përzgjidhej një biznes, më pas jepej urdhëri që të hapen 10 adresa të rreme dhe të komentojnë negativisht për bizneset pa qenë klient të tyre. Nga këto komunikime, blut kanë arritur që të identifikojnë të paktën 200 persona ku hetimet ndaj tyre vijojnë. Në përfundim, policia do t'i përcjellë të gjithë dokumentacionin pranë prokurorisë dhe organi i hetimit më pas do të vendosë për veprat penale që rrezikojnë këta persona të përballen me ligjin. Hetuesit po shqyrtojnë disa vepra të mundshme penale, mes tyre manipulimi i tregut, manipulimi i çmimeve, përhapja e informacioneve të rreme, shpifja dhe falsifikimi kompjuterik. Ndërkohë pritet edhe një përgjigje zyrtare nga gjigantet e teknologjisë Google dhe Meta në mënyrë që të merren masa për pastrimin e imazhit të këtyre bizneseve.